Vllaznia Futsalës ka mësuar kundërshtarin që do të ketë në turin gjysmëfinal të fazës play-off Final Four për kampionatin kombëtar të futsalës. Pas përzierjes së goglave mes 4 ekipeve pjesëmarrëse, Vllaznisë, Tiranës, Flamurtarit dhe Forcave të Armatosura, Shorti ka fiksuar Flamurtarin si kundërshtarin e sfidës gjysmëfinale, ndërkohë që gjysmëfinalja tjetër do të luhet mes Tiranës dhe Forcave të Armatosura. Në përfundim të kampionatit të rregullt, fituese e vendit të parë ishte Vllaznia me 22 pike, ndjekur nga Tirana me 19, Flamurtari me 12 dhe Forcat Armatosura me 6 pikë. Në bazë rregullore së Federatës Shqiptare të Futsalës, skema Final Four përcakton që skuadrat të ballafaqohen me ndeshje teke, ku të dy sfida gjysmëfinale do të luhen në 31 maj në Pallatin e Sportit Feti Borova, ndërsa finalja e madhe do të luhet në 7 qershor në po të njëjtin impjant. Skuadra fituese e titullit kampion do të përfaqësojë Shqipërinë në UEFA Futsal Champions League. Një objektiv të tillë ka Vllaznia, e drejtuar nga Tafili Xhaferi, e cila vjen në sfidat e Final Four si kampione në fuqi.